Në ambientet e stadiumit Loro Buriqi është zhvilluar aktiviteti tradicional atletik Kupa e Ikonave e Feti Dizdari. Ky event sportiv i organizuar nga Shoqata Atletikës Vllaznia në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Federatën Shqiptare të Atletikës, mblolli atlet, trajner dhe dashamirës të atletikës nga e gjithë Shqipëria. Agron Dizdari, djali i Feti Dizdarit, falenderoi organizatorët për kujtesën që i bëjnë figurës së babait të tij. Falenderoj dhe Shoqatën e Atletikës së Shkodrës, Bashkinë e Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës që organizuan një kupë të tillë në ndërim të babës tim, por në ndërim të një qytetari që ka dhënë kontributin e tij për vite e vite me radhë, jo vetëm si sportist, por edhe në edukimin e vajzave, në emancipimin e shoqënisë shqiptare. Ndërkohë Albert Marash, i kryetrajneri i Vllaznisë në atletik, tregoi më shumë detaje rreth këtij aktiviteti. Ky është aktiviteti i rradhës i organizuar nga Shoqata Atletikës Vllaznia në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Federatën Shqiptare të Atletikës. Gjej rastin të falenderoj për mbështetjen. Aktivitetet e tilla i duan Shkodrës së sportit, kulturës dhe të artit, që ndikon shumë në cilësinë dhe një jetesë më të mirë për të rinjt dhe një model për të rinjt e sotëm. Do thosha që kishte një pjesëmarrje të gjerë me pjesëmarrje nga qytetet si Tirana, Durrësi, Korça, Vlora dhe Lezhë, një pjesëmarrje e gjerë me të gjitha grup moshat, duke filluar me moshat U13, U16 dhe U20. Ishte menduar në këtë mënyrë që të kishte një gjithëpërfshirje jo vetëm për të rritur, por edhe me grup moshat e tjera, një mënyrë që të promovojnë sa më shumë sportin dhe vlerat që përcjell ai. Kupa e Ikonave është kthyer në një traditë rëndësishme për atletikën shkodrane, duke nderuar figurat që kanë lënë gjurmë në këtë sport dhe njëkohësisht duke promovuar talentet e reja.